David dashur miq me She's on Top Club në 100 FM në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 digital. Gjithashtu rikthehemi dhe me një ndarje më në fund të vendeve dhe mikrofonit që dyja vajzat patjetër ta kenë platformën dhe mundësinë të flasin pa ndërprer njëra tjetrën dhe duke qëndruar me respekt. Qëndrojmë tek Giselda në fakt, sepse pjesën e fundit nuk mundi ta mbaronte mendimin e vet dhe patjetër mundesh tashmë. Okej, shumë faleminderit. Doja që ta mbaroj edhe nëse jam duke gënjyer, edhe nëse se e vërteta kur nuk do dal, domethënë Negisa ka opinionin e saj, un kam opinionin tim, kështu që nuk është opinion, nuk është opinion, është shprehje vërtetën në vet. Dhe nuk ka qenë një person i tretë aty kur unë bashkëbisedova. Po nëse unë të them të lutem, mund ta nxjerrësh të regjistrimin pa problem. Mund ta nxjerrësh pa problem. A është një regjistrim? Mund ta nxjerrësh, po patjetër mund ta nxjerrësh. Dua të jem shumë e sinqert për atë që them dhe un jam vazhdoj të jem e sinqert që mund ta nxjerrësh. Mund ta nxjerrësh e dashur. Mund ta nxjerrësh, mund ta nxjerrësh, mund ta nxjerrësh. A kemi një regjistrim në mesin? Jo, nuk e kemi një mund ta nxjerrësh. Edhe nëse nuk është as pak e vërtet, edhe nëse Negisa ka një regjistrim ose ta nxjerr unë ose ta nxjerr Negisa, pastaj njëra nga ne. Vazhdoj të them. Tani nëse ta bëjmë pak këtë, nuk dua ta bëjmë këtë bisedën si kafe lagje, dua të mbaroj mendimin tim edhe të vazhdojmë. Shumë faleminderit. Dhe të se kanë fillim me respekt, ju lutem doja. Po. Dua ta filloj tek pjesa që un kam qenë ajo që kam shkuar tek Negisa dhe është shumë e vërtet. Arsyeja pse un kam shkuar është shumë e thjeshtë. Un nuk jam mësuar në jetën time të përditshme që të dal arrogante në thonjza siç kam dal pa qenë. Është gabim kjo që bëj unë që mundohem që t'ju ambush mendje njerëzve që unë nuk jam, edhe pse njerëzit kanë mendimin e tyre dhe mund të thosh, si perceptohesh po, edhe kam vendosur që jo. Unë e dija që Negisa do ta përdorte këtë gjë, por unë nuk do bëj të njëjtën gjë. Unë dua të jem komplet e sinqert dhe vazhdoj të them që Negisa është nga ato lloj tipe femrash, siç e etiketoj dhe ajo për ca tipe si puna ime, që do të dalë kulluar. Këtu ishim dhe ti më pyete që si janë këto vajzat e kulluara. Sepse po përdoren terma dhe futjen për stereotipe të cilat do donin edhe ti shkjelloni për të mos prekur dhe persona aty jashtë patjetër. Këto lloj vajzash janë këto lloj vajzash që mundohen të nxjerrin veten e tyre të lara në televizion, të thonë wow, çfarë thash. Pra dikë që ato nuk janë, po thua ti. Sepse Negisa është ajo gocë që mua më ka shartë të parën në backstage, të gocat e tjera, kjo flet shumë, kjo si papagall, kjo s'durohet fare, kjo s'bëj kështu gjëra që mua nuk më ka ardhur. Ti kam thënë televizion, nuk të kam sharë prapa krave, vajzë dashur. Dhe këto bazohen vetëm në ato. Kur kemi qenë në autobus pastaj, kur bëjmë ne sfidat tona të javës, ne ikim të gjitha gocat me autobus, edhe un kam thënë, sepse normal këtu duhet bëjmë edhe pak show në backstage dhe jo vetëm këtu. Un kam thënë që mua më ka ardhur ftesa për Big Brother, por nuk u futa. Negisa e mori këtë informacion të shkurtër që diheshte që do përdorshte dhe ra në thonjza në grackën time. Dhe nga që për Negisën apo për këdo që do binte aty brenda? Për këdo që do binte, por ra Negisa. Dhe Negisa vjen me një skalet në mendjen e saj që ka dëgjuar vërdall çfarë flitet nëpër televizion dhe thot ta them edhe unë këtë, ta them edhe unë atë. Dhe përmendi dhe tha është fan se zjarrt e Big Brotherit. Negisa nuk më njeh mua nga para që ta di që unë e ndjek apo jo Big Brother, me gjithë respektin që kam për Big Brotherin, sepse unë nuk e ndjek, të jem shumë realiste, me gjithë respektin që kam, nuk jam një ndjekse e Big Brotherit dhe më bën përshtypje nga erdhën këto kësaj yes, of course, po thjesht ajo është çështje personale. Nuk jam normal që ndjek dhe e di ç'a bëhet, ju kam parë gjithëve kush ka qenë, por nuk jam kështu nga këto djegësit e zjarrit. Po e krijoni një Big Brother të vogël aty në backstage midis jush. Pastaj flarja do vi edhe tek pjesa jote. Pastaj Negisa është nga ato tipe që fut shoqet e saj duke më komentuar mua në me sinqeritetin tënde që paria të mes të vajzave është këto tipet që mundohet të më ult, më sulmojnë, po nuk më bëjnë përshtypje. Ka pak followersat e mi që kam pak followersa, edhe pse unë e kam cekur edhe në emision që unë kam qenë një njeri shumë privat para She's on Topit, dhe ka përmendur ku më kanë ndetur duke më parë edhe followersat e mi dhe mundohen që të bëjnë këtë, të ulin ato apo të përçmojnë. Ato
500, 600, 800 followersa, i du shumë, i respektoj edhe shumë faleminderit për gjithë gocat që më kanë shkruar komente pozitive se nuk më intereson fare. Vazhdojmë tek pjesa tjetër, tek Flavia, ose tek pjesa e kërkimit. Besoj që ke shumë, po Ingrid aty në mesin të faljes. Po Ingrid do të mora sëri Giselda. Do rikthehemi me ty përsëri. Ingrid, me gjithë bisedën që ka ndodhur ti në fakt je gjendur edhe në backstage. A ka qenë kjo ndër ato situatat që ti do preferoje të qëndroje komplet larg apo ke pasur dhe ti mendime që të cilat nuk i ke shprehur deri më tani? Do të preferoj që të qëndroj komplet larg. Nuk përfshihem fare, për mua nuk e ul veten në një dhënë niveli që të shaj dikë, të merrem me dikë, domethënë këto janë komplet për te asaj që unë paraqes si individ. Nuk më merr fare. Ida patjetër, e kam një pyetje me shumë rëndësi për ty. Po, mos e them. Patjetër mund të shprehesh çfarë ti dëshiroj të shprehësh edhe të flisja pak në lidhje me situatën sepse më duket pak e sikletshme dhe pak e papërshtatshme për dy vajza të bukura që konkurrojnë për She's on Top dhe të kenë këtë lloj komunikimi me njëra tjetrën. Pres që të jenë të formuara, pres që të jenë më të rritura, të kenë më shumë respekt për njëra tjetrën, sepse nëse ju nuk do keni respekt për njëra tjetrën aty, si pretendoni që të ketë respekt publiku për ju? Domethënë, përdoret një gjuhë shumë e ulët që dy gocave modele nuk i ka hije fare, sepse She's on Top të konkurosh si modele nuk ka të bëj vetëm me pamjen e jashtme, ka të bëj dhe me karakterin, ka të bëj me atë çfarë keni brenda jush, me atë shpirtin e bukur, me mendjen e bukur. Dhe të flasësh me këtë gjuhë që flisni ju me njëra tjetrën nuk është as pak e bukur. Dhe ju siguroj që bukuria zbehet fare përpara këtij lloji komunikimi. Më pëlqen shumë Ingridi që është e tërhequr te kjo pjesë, nuk do ta komentoj, sepse realisht është një nivel i ulët. Dhe pash një qasje tallëse nga vajza kundrejt vajzës tjetër dhe nuk është e bukur. Në momentin që dikush flet, e lëm, e dëgjojmë, le të gënjej, në momentin që mbaron mund t'i kthejmë përgjigje. E kuptoj, por më duket shumë qesharake kur gënjen sy ndër sy. Le të gënjej tjetri, të qeshësh me mënyrën e të folurit të tjetrit është shumë e shëmtuar. Jo, është e shëmtuar. Më bën shumë për qesh se është shumë fake. Po le të jetë fake. Okej, ti nuk mund të biesh në nivelin e dikujt tjetër. Unë edhe këtu kam ardhur sot se me thënë drejtën se kisha me çe fare me ardhur me diskutu për këtë lloj pjese. Kam ardhur thjesht për respekt. Mund të kemi debate konstruktive patjetër, s'ka nevojë tani çdo lloj gjëje të shkojë jashtë limiteve. Për çefin tim nuk e kisha diskutu asnjë sekond këtë lloj teme, sidomos janë temat që po ndodhin aty brenda dhe që po krijohen nga ju. Me këtë lloj personi, diskutohet edhe më gjerë se vetëm emisione, nuk ka lidhje vetëm me emisionin. Diskutohet kudo kjo temë. Dhe gjithmonë do ketë njerëz që mund t'i kemi me mendime njësoj si ne dhe me mendime kundra nesh. Po kjo nuk i bën as pak as më fjali mund ta mbyll këtë gjë dhe nëse unë nuk dua të flas dhe nuk hapet fare kjo lloj temë sepse ka të bëjë me mua dhe po flisnin për mua. Jo, po flisim për operacionet plastike. Po për mua konkretisht. Sepse me mua themi realitetin tani. Kështu që shiko, për operacionet plastike në fakt ka pasur plot vajza të tjera që e kanë pranuar haptas. Dhe nuk ka asgjë të keqe. Jo, nuk ka asgjë të keqe, unë në fillim fare që e thash. Patjetër Ingrid. Dhe vetëm për vajzat, për gjitha që do bëhen një përherë pjesë e folurit, pjesë debati, pjesë tematike që të përflitemi në fakt, sepse jeni në show. Keni ardhur në show për të përfolur. Unë dua t'ju them vetëm që duhet të tregoheni zonja me klasë dhe jo vetëm të bukura. Duhet të keni hije në të ecur, në të folur, në qëndrim, në çdo gjë që përfaqësoni. Duke rikthyer edhe te Negisa, meqense edhe nuk e dashur shumë të flasur, por këtu jemi në fakt edhe për një deklaratë tënde që ti e ke dhënë dhe ka ngjallur shumë reagime. Ti ke cituar diçka si nëse do të isha djalë, nuk do dilja me asnjërin nga këto vajzat këtu. Dhe a ke një person që i referohesh konkretisht ose disa? Jo, në përgjithësi nuk janë në shijet e mia si goca. Okej, shumë e prerë, shumë e qartë. Ne duhet të shkojmë përsëri në një shkëputje publicitare dhe na gjeni përsëri këtu në She's on Top Club. Shihemi pas pak.